A di çfarë më thon ditën e Kiametit Zoti i Madh te bareke ve teala, pas asaj pritje të gjatë, pas asaj llogarie të vështirë, më thon o rob, shko hac. Shko se gjunat i kit falta. Shiko njëri njerëzit sot në komunikacion kur i shlon dikush, hac se s'ka lidhje, të falte kije. Një job, një kundërvajtje, një diçka të lehtë, hac se i fal tije. Gjithat gëzime ka, tan ditje tonë me çata thot, s'm dënoj. Po para me no Zoti te bareke ve teala, ditën e Kiametit, më thon o rob jam, hac. Nëse Zoti do më ia fal dikujt gjunain, shenja e parë që ja dërgon atij, cila është? Shenja e parë. Shenja e parë është se ja leçon me lan gjunain. Nëse na zgjit në gjunae, ghufira lahu kumet do më ia fal gjunaat. Prej efekteve më të mira të Ramazanit është në Bajram me dal me gjunae të falta. Shenja dalluese e kësaj cila se ti në çdo Ramazan e vëren se mëkatet tua paksohen. Nëse gjunaat tua nuk paksohen, nuk ki marr kur parlamentin se do t'u fal. Me fjalë të tjera që ta portatizojmë të ndëruar xhamatli. Kur Zoti xhelle xhelalu don me pështu dikan, a e thellon detja e bjen ma përpjet? A e bjen manalt? Kur Zoti don me e pështu dikan, a e zhyt ndetja e ngrej manalt? Kur neve Zoti don me na i fal gjunat, a na shtyp ma poshtë na ngrej manalt? E çka puna jon që ne mendojmë dhe shpresojmë se na falen gjunat, ndërkohë që ne jemi duke hyrë në thellësi. Ne ende jemi duke hyrë gjunae. Për këtë arsye alameti i parë që duhet ta kërkosh të vetvetja jote, si agjërushëm që je, me Ramazan që je, apo e ndin lehtësinë milion gjunat, ajo është alamet se ti e duhet u fal. Ajo është alamet se agjërimi është të funksionuar te ti. Ajo është alamet se efektet e agjërimit janë shumë duke punuar te ti. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, sikur kur i konsumon ilaçet, çish e varen ti, për shembull, mjeku çka thot, kur je të konsumoj ilaçet e terapisë, do ta ndin veten më mirë? A e ndin, bro, a ka fillu efekti i ilaçeve të ti? Kështu ti ja fillo, thu pak ma mirë jam. Me qka e ma, temperatura, pin 42, karon 40, 38 Qështua, merë edhe me gjunahe. Ti kije, i ditë gjunahet e tua. A ka fillu agjerimi me ta ullë temperaturën? A ka fillu agjerimi me thonë, ka dale, jam të agjeru, jam të emarun e ilaqin, jam të emarun e tu ka konsumu adhurimin. Por, a ka efekt ajo? Efekti o shumë i më nënësit të ndërruar xhamatli. Vini re, te mjekët, kur ilaçet funksionojnë, rrezik o shumë. Nëse ai i jep diçka kundër temperaturës dhe nuk i ulet temperatura, për mjekun çka i bie? Alarmi manal shkon. A thot mjeku, shko der, nuk ka der. Jo, nëse efekti i ilaçit s'është të funksionue, a janë rrezik. Andaj nëse na falemi dhe agjerojmë dhe japim zakat dhe bëjmë haxh dhe shkojmë në umre dhe lexojmë Kur'an, dhe sa temperatura e gjunave nuk ulet, ti të na diçka shumë e rrezikshme. Sistemi imunitar, sistemi i trupave tonë dhe shpirtave tonë nuk është duke funksionue. Andaj çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron Ramazanin me çfarë? Me besim në Zotin dhe në llogarinë që e preç problemin te Zoti xhelel xhelalu, i falën gjunat. Kjo i falën gjunat lipe me alamet, zbritje e temperaturës. Shikoje gjuhën tane, a u ka lehtësu për fjalë të mira ajo? A më nja thu dikujt let një fjalë të mirë? Nëse kia lot vështirë, temperaturë kin alt. Gjunat i kitë nalta. A e ke vërejt efektin të gibeti? Apo mund është me nalë vetën për gibetit, për përgojimit, për fjallës të këshia që jo a thu njerëzve, apo për i mendime të këshia që i ki për njerëzit? Kitë kjo argumenton se ka temperaturë të nalë, viruset janë endet e ti. Për këtë asyje, Ramazani vjen të ndëruar xhamatli me ullë temperaturën e mëkateve të ne. Thotë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, duke e përmend Ramazanin, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazanit dhe cilin ka zbrit Kur'ani. Pastaj gjatë fjalive të Zotit xhelel xhelal çfarë thot? Yuridullahu bikumul yusr. Zoti po do më u bë let juve. Let. E çka këtu let të ndëruar xhamatli? Tash nëse e marrim me logjik, let po do më u bë juve. A nuk kemi të agjëruar është pak maran se sa jashtë agjërimit? Po, e ku këtu po do let? Po do let se kandidat për xhenet. Ma let çka po do mo? A di ti ku je nis? A di ti ku je nis? Nëse një njeri për shembull, nëse një njeri merr rrugë 2000 kilometra, apo 2000 kilometra, edhe vjen i thot dikush, por shembull ta zojmë, ai nuk e din çka në aeroplani. Edhe i thot shire, kena me shkuar që kena me mri, edhe kena me marr mjetin më të shpejt transportur, po duhet ta bëj let. Çka i thuti? Ai çka e njeh? Thot shire ta ka lecu, se me bashkuan kom, ku më ditë sa mrishë 2000 kilometra. E përmendëm në ligjërat. 45 ditë ka udhëtuar prej në Egjipt, ku? Në Tebuk. Musa alayhi salatu wassalam. 45 ditë, 1400 kilometra. Pra, ka mundësi me ecë në kom, ka mundësi me ecë me votur, ka mundësi me ecë me tren, dhe ka mundësi me aeroplan. Kur thot dikush ka me të qumë aeroplan, çka i be? Po do me ta lehtësue. Andaj kur ti e bo kandidat për xhenet, Allahu na bof nasib ya rabbal alamin. Kur thot Zoti, un po du më u bë let, çka i be? A ka ma let pin 4 xhims dhe 5 xhims? Sa do ma let mo?
Sa do ma let mo me një taravi nat? Sa do ma let mo? Çka do ma let kur Zoti thot veç mos fol kot, veç mos dëgjoj kot, veç mos shiko haram? Çka do ma let mo? Me u bë prej xhenetlive. Andaj do yuridullahu bikumul yusr. Zoti e do për juve të letën, por ma le se çështu më na pastrua, çish na pastron Zoti te bareke ve teala. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ne të gjithë që pa agjërojmë dhe kemi prit këtë Ramazan, le ti hulumtojmë pak tek vetët tona, çfarë? Le ti efektet. A e kemi arrit efektet? Andaj tha Handale radhiyallahu anhu shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ta ja Rasulullah, si ka mundësi që kur jam me ti unë jam tjetër njeri dhe kur dal prej te jam tjetër njeri? A e vorrën ti që në Ramazan je ndryshe? A e vorrën që agjërushëm je ndryshe? A e vorrën taravih që je ndryshe? A e vorrën se klima ndryshe? A jeti ndryshe? A jeti më i mirë? A jeti më i ëmbël? A je musliman më i mirë? Dhe këta duhet me vazhdu pastaj edhe pas Ramazanit. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, finalja e këtij Ramazanit, cila Zoti ditën e Kiametit më thon, o robi jam, shko se je i falt. Allah se kena kuptuar mirë çka i bie kjo fjalë. A di çfarë më thon ditën e Kiametit Zoti madh te bareke ve teala, pas asaj pritje të gjatë, pas asaj llogarie të vështirë, më thon, o rob, shko hac. Shko se gjunat i kit falta. Shiko njëri njerëzit sot në komunikacion kur i shlon dikush, hac, s'ka lidhje, të falte kije. Një job, një kundërvajtje, një diçka të lehtë, hajtë se i fal tije. Gjithat gëzime ka, tan ditje tonë me çata thot, s'm dënoj. Po para meno Zotit te bareke ve teala, ditën e Kiametit, me thon, o rob jam, hac. A dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma ajurni minan nar. Tha o Allah, largom pizarmit. Fjala largom, jep misharat sikur njeri atë ndi veten mrenan ta. Andaj ka thonë, shpoton për zjarmit, largon për zjarmit. A mund të paramendoni sikur që ka thonë Ebu Dherri radiallahu an dhe Ebu Derda radiallahu an, ka thonë nuk shpoton ditën e Kiametit, po si njeri i cili i lutët Allahut me dënes, sikur ai njeriu i cili është duke u mbyt ndeti. Si i lutët Zotit madh te bareke ve teala? Në njëri të ndëruar xhamatli që e ka plën zjarmi, çfarë klif me ka, çfarë bërtitur ka? O Zot, o shpotomni, largomni se zjarri i madh. A mund të paramendoni një minutë vetën në xhenem? Çish e kish me lut Zotin? Andaj lutë Zotin me këtë komoditet që ka e ki. Ti ka falë Allahu mushkëri që të punojnë, ki ajrë sa dush, apo je komod, lutë Zotin. Lutë, shiko, as nxat ski, as vap ski, fresk të tije, lutë, o Allah shpoton për zjarmit, o Allah shpoton për zjarmit, o Allah falmi gjunat, o Zot falmi gjunat, mos më le me dal për kësaj dunjaje, vetë se gjunat e mia të jenë falta. Që kjo është kurora e Ramazanit. Nëse nuk e arrim, Zotin arrujt mos me arrit, është dështim i jonin në themel. Nga se vetëm besim të uritur, vetëm besim të etur dhe vetëm besim pa i prek disa preknasive të saj bote, ndërkohë që nuk i arrim qëllimit të cilin e ka vendosur Allahu te bareke ve teala.